Për shëndetje nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur me nda me juve edhe një recetë të përgatitjes së një çoji super efektiv për juve motra që keni pyet Neri a ki ndonjë recetë kundër dhimbjeve që kemi probleme pra me nervin shiatik për ndryshe që quajmë ne në Kosovë ischiasin. Krejt çka ju nevojiten janë to 3 përbërës pra të melmesave ose qajt për ndryshe, sepse ka edhe melmesa në formë melmesave edhe në formë të qajt, pra që dyat mundeni me përgatit cilat i gjeni. Këto melmesa i gjeni në çdo market ushqimor, pra tymjan në Shqip quhet edhe ka melmesa, e kum pa vetë në çdo market ushqimor, trumz e gjeni në çdo market në Kosovë, oregano po dihet tek melmesat, edhe qaj të hithres, brenezel tek të Gjermani në çdo market ushqimor tek qajat e gjumni, po ashtu këtë tymjan për ndryshe trumz, ka edhe tymjan te që quhet pra qaj i trumzës për ndryshe tymjan te gjermanisht, edhe oregano pra. Krejt çka ju nevojiten pra janë ta 3 përbërës edhe normal ujë të nxehtë. Përgatitjen e këtij çoji tret duhet mi përzi së bashku. Nëse keni hithra, unë gjithmonë i mbledh dhe i kam edhe këto të ruajtur, i kum qitë dhe i kum postu pra në kanalin tim, i kum mbledh hithrat i teri edhe i lan. Nëse i keni terra, hithrat që i keni mbledh vet, edhe ashtu edhe ma mirë, pra cilën të keni, ose qaj të hithras filter, ose hithra që i keni terë vet. Qysh duhet me përdor këtë edhe se përgatitin pra këtë qaj për juve motra, vllazën që keni pra dhimbje të tmerrshme të komës prej nervit shiatik për ndryshe ischiasit, edhe që ka mjau lecu edhe mjë ndihmu shumë pra mjau largu dhimbjet e komës. Merrni një lugë të mesme nga kjo tymjan për ndryshe nga kjo trumz, e merrni një lugë të mesme, një lugë të mesme nga kjo oregano, edhe një filter të qajt hithres, ose nëse keni hithra të tjera, një lugë të mesme pra me hithra të tjera. I qitni në një gotë të madhe, mandej shtoni 200 ml me ujë të nxehtë të vluar. Trijat këto i qitni pra në tazë, qyshe përmena nga një lugë të mesme, nga kjo tymjan ose trumz, nga kjo oregano edhe ose një filter, ose një lugë të mesme qaj që keni tjerë të hithres vet. I qitni në tazë, i ashtoni 200 ml ujë të nxehtë, mandej e mbuloni pra gotën me një tabull të filxhanit, edhe leni për 5-6 minuta që të lshoj. E bani kullimin pra në kulluse, edhe peni 3 herënditje nga një tazë, kështu përgatitjen e njëjtë që është thash në përgatitjen e parë, nga një lugë të mesme trumz, nga një lugë të mesme oregano, edhe nga një filter ose një lugë të mesme qaj të hithres. 3 herënditje e peni pra nga një tazë. Pa ndal hiç deri sa t'ju largohen dhimbja e ischiasit për ndryshe nervit shiatik. Keni mobin vet kur të përzini pra këto trija, edhe keni mobin vet për efektin, sikur çdo recetë që them provon edhe bindeni vet edhe për këtë keni mobin pra vet. Pa ndal e peni 3 herë në ditje, deri sa t'ju heket krejt dhimbta. Juve ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo përqend recetat mia, faleminderit për komentet e bukura, faleminderit për përkrahjen që ma bëni. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them mirupafshim.